Formalizimi I sektorit të ndërtimit ka sjellë rezultate konkrete duke reflektuar arritje të pagave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore për punonjësit. Ministria e Financave bën me dije se masat e ndërmarra kanë ndikuar ndjeshëm në deklarimin real të të ardhurave dhe në rritjen e korrektësisë nga ana e bizneseve. Sipas Ministrisë së Financave, kontrollet e shtuara dhe bashkëpunimi me administratën tatimore kanë arritur ndërgjegjësimin e subjekteve ndërtuese për respektimin e detyrimeve ligjore, veçanërisht në deklarimin e pagave reale dhe pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore. Ministri I Financave Petrit Malaj theksoi se formalizimi I sektorit të ndërtimit është një hap I rëndësishëm drejt mbrojtjes së të drejtave të punonjësve dhe forcimit të ekonomisë, ndërsa drejtori I përgjithshëm I tatimeve, Ilir Binaj, u shpreh se administrata tatimore do të vijojë monitorimin dhe kontrollet për të garantuar barazi dhe konkurrencë të ndershme në treg. Institucionet theksojnë se procesi I formalizimit do të vijojë edhe në muajt në vijim. Qëllimi është rritja e mbrojtjes sociale për punonjësit dhe ulja e informalitetit në sektorin e ndërtimit. Bizneset ftohen të respektojnë detyrimet ligjore dhe të deklarojnë realisht pagat.